erdhëm sepse kishte mungesë dialogut, kishte polarizim të skajshëm të ndërmjet partive politike, sidomos vetëvendosjes dhe subjekteve tjera. Unë nuk e besoj që me nënt shkurt të vitit 2025 ka qenë një skenari mirë menduar për me ardhur në fund të dhjetorit në zgjedhje. Megjithatë ka pas një lloj provokimi situatës që nëse nuk mund të krijohen institucionet, zgjedhjet janë gjithmonë alternativë dhe po mund të them që ka përgjegjës ma shumë e ma pak, po në raste të tilla faji duhet t'u hedhet të gjitha subjekteve politike. Edhe pse qytetarët janë me një vijë, kur tham qytetarët, shumica e njerëzve që votuan për vetëvendosjen në fund të vitit të kaluar janë realisht me ato argumentet që i kanë mbrojtur të studio që megjithatë në një rast kur një subjekt politik fiton numër aq të madh të ulseve, por i fiton zgjedhje të bindshëm, në vende demokratike nuk vihen bllokada nga subjekte të tjera, por edhe ndihmohet që të krijohen institucionet sepse duhet dihet kush është legjitim i nxjerr nga kutia e votimit dhe gjithashtu edhe përgjegjës për qeverisjen e mirë ose jo të mirë. Dhe këtu çfarë patëm një lloj bllokade e cila realisht ne e përjetuam me pam dhe unë megjithatë në bazë konstatimeve tua që i thanë në fillim nuk e besoj që mund të përsëritet një skenar i tillë tash pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit, por përgjithsisht pra ky refuzimi i partive politike me bashkëpunu me vetëvendosjen, në anën tjetër pozicionimi i gabuar, totali gabuar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, që as nuk bashkëpunoj me vetëvendosjen dhe as me subjekte tjera, janë pra gjitha këto që kanë prunë vendin